Ministri i Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastirliu prezantoi modelin e ri të shkollave verore, i cili do të pilotohet duke nisur nga data 16 qershor në 10 shkolla të ndryshme të Tiranës, Kamzës dhe Durrësit. Nga shkolla Lazgush Poradeci, një ndër 10 shkollat ku do të pilotohet ky program, Manastirliu theksoi rëndësinë e këtij modeli të ri për zhvillimin gjithëpërfshirës të fëmijëve dhe bashkëpunimin me komunitetin. Nga data 16 qershor, për herë të parë, në 10 shkolla, 8 në Tiranë, 1 në Kamës dhe 1 në Durrës, do të lançojmë shkollën verore. Për ne ka një rëndësi parësore zhvillimi dhe meritja e fëmijëve tanë. Dhe aspektet që lidhen me zhvillimin dhe meritjen, me rritjen personale të fëmijëve, të nxënësve, me të mësuarit përmes lojës, përmes arsimit, përmes sportit, të vendosurit e bazave të shëndetshme për një të ardhme sa më të sigurt për fëmijët, janë prioritete të prioriteteve tona. Manastirliu theksoi se synimi është që ky program të shtrihet edhe në shkolla të tjera të vendit. Shkolla verore është një program i cili do të pilotohet për herë të parë këtë vit në 10 shkolla, me synimin për ta shtrirë këtë program në vitet e tjera, edhe në bashkitë qendërqarku, por edhe në të gjitha bashkitë e vendit, për të mobilizuar burimet e nevojshme njerëzore, mësuesit, koordinatorët, por edhe përtej stafit të shkollës, stafet të tjera profesionale që bëjnë të mundur bashkëpunimin dhe injektimin te grupmosha të ndryshme të nxënësve, pikërisht këto aftësi kaq të nevojshme për jetën. Ka ardhur momenti që me përmirësimin që i ka ndodhur sistemit arsimor dhe që po i ndodh dita ditës, ne tashmë bëhemi gati edhe për programe të reja që do t'i përfshijim dhe për cilat jemi duke punuar, sikurse është programi tërditor apo after school, pas shkollor, dhe programi i ushqimit në shkollë. Ministrja foli edhe për rolin e shkollave si qendra komunitare, investimet, por edhe rolet e reja sikurse janë mësuesi koordinator për orientim në karrierë apo dhe mësuesi koordinator për zhvillimin e cilësisë.